Donald Trump ka lënë pa gjumë dje Edi Ramën dhe Sali Berishën. Të dy kanë marrë lajme të hidhura nga përteja Atlantikut, sa i takon raporteve me drejtësinë. Por goditja më e madhe ishte për Ramën, i cili mori dy mesazhe. Lajmi i parë i keq ishte rikthimi në SPAC i ekspertëve amerikan. Pas bllokimit të fondeve nga Trump, plasi festa në grupin e Ramës dhe Berishës, duke menduar se kaq e pati prokuroria e posaçme. Madje bloku na dilte nëpër media dhe takime me qytetarët, ku i dërgonte mesazhe prokurorisë së SBA, i tërhoqet ushtarët dhe nuk i ka mbetur askush ta mbrojë. Askush nuk na kërkon dot hesap për luftën ndaj korrupsionit. Nuk na hapi luftë Amerika se Amerika i tërhoqi ushtarët që i kishte sjell për të mbështetur SPAC. Nuk janë më aty, shprehi Rama. Padyshim kjo gjë entuziazmoi edhe Berishën, pasi mbështetësit e tij nuk e fshehën gëzimin duke bërë statuse të shumta në rrjetet sociale se kaq e pati SPAC. Por në fakt, administrata e Trump konfirmoi se asgjë nuk do të ndryshojë në politikën e saj sa i takon Shqipërisë. Si e di ashtu edhe Saliu, sa do të përpiqen, nëse prekin SPAC, do të kenë përballë amerikanët. Me këtë lëvizje, duket se u rënuan edhe planet e Rama Xhafaj për të zhbërë reformën në drejtësi. Shpresat e tyre ishin se me largimin e amerikanëve, ata mund të bënin çfarë të donin me reformën. Mirë po me lajmin ndje se agentët e OPDAT do të rikthehen jo vetëm në SPAC, por edhe në organet e tjera, shpresat u venitën. Përveç kësaj, babloku duhet të shqetësohet për hallet e veta. Dje Trump dha urdhër të deklasifikohen nga FBI dosjet mbi hetimin që nisi për ndikimin rus në zgjedhjet e vitit 2016. Në atë dosje drejtuesi ishte Charles McGonigal, po ashtu pjesë e rastit është edhe korruptimi i tij nga Shqipëria. Në publik dolën disa detaje, por pjesa më e madhe e dosjes u mbajt e fshehtë dhe nëse ajo ekspozohet, mund të dalin perlat për lidhjet e Ramës me McGonigal. SPAC e ka ende të hapur këtë dosje dhe Rama e di se ajo do ta marrë në qafë. Pra bablok nuk luhet me mielin e amerikanëve. Filmat se ata sollën noc rrokun dhe se ishte PS që bëri reformën nuk pinë më ujë. Kur vjen puna te drejtësia, ajo është një vije kuqe për amerikanët dhe kjo pritet të forcohet sapo të vijë ambasadori i ri i SBA.